A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I lexojmë 7 mesele nga kitabi Sevadul Adham. Sot inshallah vazhdojmë te meselja e 8, që është një prej parimeve të ehli sunnetit. E dim se meselet e akides kanë bëjnë me çështjet e besimit, si besojsh. Nuk përzihet aty akidja se a e bëjsh apo jo. Ndërsa meselja e 8, sikur e kundërshton këtë parim, flet për një punë që e bëjmë. E hala namazi nuk u bo fjale namazit, muhabeti namazit nuk u bo si çështje, si mesele. Haxhi, zekati, Ramazani nuk u fol, se janë pjesë të veprave. Tash flitet për një mesele që është në praktik me vepru. Dhe thot meselja e 8 është se neve e pranojmë, pra tregon se e besojmë, me i bo mesteve. Me i bo mesteve. Ne ehli sunneti këtë e pranojmë dhe e bëjmë. Dhe është për alametit të ehli sunnetit. Dhe thot kjo dietari madh. Yexuzu alel musafir thalathat ayamin wa layaliha. Një udhëtar mund t'i përdore ato 3 ditë bashkë me netët e saj, min vaktil hadethi ila vaktil hadethi, nga vakti i prishjes së abdesit deri në vaktin kur do t'i prishen më, thujemnin, mestet. Pse tha nga vakti i prishjes së abdesit? Se një njeri që merr abdes e një vesh mestet, nuk fillon për aty kalkulimi i vaktit. Po duhet t'i kesh prish abdesin, t'a kesh prish, që ma pa ato të fillojnë të numrojnë sekondat se i ke përdor. Për udhëtarin, 3 ditë bashkë me netët, wale l'muqimi yawman wa leylatan, për atë që është vendas, themi që në të ofrim, dhe përdorim meste, 1 ditë e 1 natë, ne themi 24 orë, ama për kur dhe e bëjmë llogarinë se i kemi fejt në kam ato, i ke vesh me abdes, pastaj kur e ke prish abdesin, tu i pat ato në kam. Se për ndryshe s'kajnë kur një dalim për çorapeve. Me abdes ishe, haj veshe çorapet, haj veshe mbaj çorapet edhe një palë meste. Haj veshe pumat, haj veshe këpucat, se ndi njëtë është. Ajo do fillohet kalkulohet 1 ditë e 1 natë për vendasin, apo 3 ditë e 3 net për udhëtarin, kur dhe kesh prish abdesin. Kur dhe kesh prish abdesin. Fjala vjen, që ta themi e falëm sabahin. E ne me abdes i veshëm se ma kollaj për namazet qera, thujemnin, për me marr abdes. Në tash derin sabajn e ditës së nesër me mund t'i mbajmë, apo? Jo, se hala se kom presh abdesin. Hala nuk ka fillu numrimi. Pin sabah derin sabah, jo. Ku e dish unë e mbaj deri 100 ditë që këtë abdes? Atër deri kur mund t'i përdori unë ato meste? Deri 100 ditë e nesërme, tamam? Në thëmë, fillon kalkulimi sekondave, kur e prishish abdesin. Se për ndryshe s'ka as një farë kuptimi, te i ke vesh ato me abdes, ha me çorape këndet, ha me ato këndet. Inshallah këtë e kuptum. Në këtë kena pas shumë problem, njerë me zhlis u qelë kjo temë, për me va të regu një 2 vlezërve, na ku do të tish më ma kalzë se së ne kuptoj. S'ka veç ka mos kuptoj shëllër. Do me thanë, shumë kollaj, për kur e prishish abdesin, tu i pat mestet në kam, për aty fillon 24 orin ta numërojsh. Ama ta mësojmë dinin gjema. Elhamdulillah, shefne, për këtë sabahit jemi këtu. Ditë e diell, shtypja nalt poshtë, kryat dhem, antibiotik, efridol, atë këtë, ama qitapi dhe lexohet. Nëse nuk e lexojmë mirë qitapin, dhe ndodhe si kush, dhe shkojsh me një xhami, dhe shkojsh një haxhi, me leje kom këtë transmetim, gje mora, anë fulanin, bëjt transmetim, zinxhirin e kam muttasil, thënë aje ka pa, bile mund të bëjt dhe myselsel,
transmetimin se mund ta imitoj atë njeri që i boni do lëvizje. Hadith mëselseli të në kësaj. Në ato lëvizjet në brenda kur për cilën gjatë hadithit. E ka pa haxhiun të falë namaz. Sa herë shkojmë neve në sejdë? 2 herë shkojmë në sejdë. Haxhia një 4-5 herë ka shku. Me imamin të u falë. E në mas namazit e pajtë, o haxhi, gjiboneve, 2 herë duhet shkojsh, ani bet në gjindën, të kese ma shumë, apo? E ta shif, ma shumë i mbajte, ma shumë sejdë e bone, u presh namazit. E në ti tash, me ushit ma musliman që unë dimbaj ma gjatë në mestet, një dit e një natë është për atë që është në vendin e vetë. A për udhëtarin 3 ditë e 3 natë. Po edhe aty, duhet dim diçka se parimi është ajo që miret i tibar, ajo që si thujnë i bretit, i bretin e marim vesh për mësim, për kështu sende negative që ndodhin. Ajo që merret parasysh është koha e fundit, kuptojnë i piksaj. Tërë parashtrohet pyetja, shkojmë në struk në ders, apo, a jemi seferi? Jemi seferi. I vejshëm mestet, 3 ditë e 3 natë mund t'i përdorim, apo? Ditën e njëjtë, mas jatësie, shku me sosëm dersin, u kthyem në Tetov. Sa dhe mbajmë? A 3 ditë, a 1 ditë? Shef, tu i pat mestet ishe vendas, shkove, u bone udhëtar, u ktheve pra vendas. Tash atë mbetën ato 3 ditë luks t'i përdorish, apo çka? Merret parasysh vakti i fundit. Në ibadete, merret parasysh gjendja që je në vaktin e fundit. A ktheve mo nga struga në Tetov, themi janë bariz 24 orë, ne unë dalëm shumë në strug, hangrëm në restoran, diçka, ma pa prap hangrëm, ma pa prap shkum në mbëltore hangrëm. Tu arte ka gostivari, u bon 24 orë. Momentin kur hym në Tetov, duhet t'i qesim mata. Nuk kajnë vlerë ato. Tama? E në këtu duhet t'i di. Ose i veshëm Tetov këtu, vendbanimin ton, 23 ore 59 minuta i kemi përdor, minutën e fundit u nesëm për sefer, për nudh gjatë. 23 ore 59 minuta plus 2 ditë mund t'i përdori. Tamam? 2 ditë e 1 minutë kam drejt t'i përdori. Se pin 1 u bon 3 ditë. Ja ditën e pare kisha përdor 23 ore 59 minuta e në 1 dakikë më kam betë. Te u bon e seferi, të mbetën plus me njerë ushtu, e në 2 ditë e 1 minutë kam të drejt t'i mbaj ato. Të duhet t'i mësoj më gjeme. Të jonë çështje shife në nakide kanë. Që vejerahu haqqan, që do e besoj këtë si haq. Pra, jo të bajesh ma mubarek, ma musliman se sahabët, apo se pejgamberi, të gjikave lidhje, ma majrë veshi, asoj, la i kamët, mere sa glon punën, që si ki plaki, e murë sa glon punën, e në ju prejsh namazi. I boni 4-5 sejdë, në rejnë qosh, në gjindën, po, me qasje 2 leki, i shkojsh në pazar, i blish një 4 kil speca, i marish një 6 kil, edhe në gjindën e një 2 kil. Ja. Sa specat ka i vleri badetet të kjo? Për qatë është qafir? Qafir është një njeri. Ky njeri është qafir, nuk o gjahil. Qafir. Ja, ma shumë sesh dhe bon, u bo qafir. Apo, pa abdes shkon në sejdë. Dalin një shëtitje, a një gjami që aty të dalemi, e kanë gju se majro të falish një direqat namaz, po s'ki abdes, ani be Allah i ma din njetin t'i fali një direqat. Gjiu bo, pa abdes ra në sejdë. Gjiu bo, qafiru bo, tu fal namaz. Që është avot gjahil leki. Që është gjahil leki. E në kjo tash, thot, tash kemi bojler, kemi ujtë në grafët, ka dush kje uj, masaglom, thot, laj, nuk o masaglom. Bash masaglom është kur përdorish meste. Se ja dëshmësh, Allahu Teala se, ja Rabbi, qka ka bo pejgamberi jotë në që asaj besoj? E në vërtet, që s'ma kap shumë e shumë logika, si tash, unë tu i pat ato në kam, e prish i abdesin,
e mapa nuk i laj kamët, veç që këshu ja hek një dorë, si pri këshu e ledhatoj. Si ka thënë Hazreti Aliu, t'i shqenë me logjik islami, dhe duheshte t'i fërkojmë pjesët e poshtme, se ajo pluhnoset, ajo përlyet, a ne sejpri. E pse sejpri? E pejgamberi ashtu e ka bo. E nuk sës kjo pun. Dhe ai hadith pse vjen mutewatiran të neve, duhet edhe t'i besojmë. Prandaj hynë edhe në çështjet e akides kjo mesele. Do me thonë, nuk o çështja dhe përdor ishte i meze. Si dush përdor, si dush mos përdor. Ama s'mund t'i thush masaglam mos përdor, se bosh bidaci ose qafir. Hoxho gjike kap sot. Po, në 5 sabajt zgjomi ta mësojmë dinin. Te ditë e natë për dynjalek punove, sën ta fali. Ku të zangush drejt të këfirin, e stakfirullah. Pse është çështje mutevatir që ka ardhë, me tewatur ka ardhë, nuk mundesh këtë me muhu. As nuk mundesh me dhënë kësi komente, hebe masaglom, është masaglom. Për kundrazi, ulemat e ehli sunnetit, hoxhallarët, ma shpesh u ka kalu vjeti me mesten kam. Bile të regohet për një hoxhe efendi që e kam bërjene perandorin Osmane, e në këtë qetrën mas perandoris Osmane, për ato faza, koha mas perandoris Osmane ka qenë si një pjesë e kiametit, a din më këshu. Hynëm kiamet, hynëm në shkatrimin e dynjas. Gjinafët. A ne se dim atë ëmbëlsir që ka qenë me sheriat shteti, për qatë jetojmë këshu në vend interesant edhe kjo jetë. Për ato s'ka qenë iq interesant. Dhe të regohet, vaizi i Fatih Xhami, besoj se kitë keni falë një namaz, Xhamia Sultan Fatih në Istanbul. Vaizi, ja disha e në emnin, po e kam haru. Shif, emni harohet, ama vepra nuk i harohet. Ver dimër, mes të në kam. Ver dimër, mes të në kam. E kam pëjtë hoxhe efendi, aj dimnit e kuptoj. Ftofët, cent, imbajsh, ma kolej për abdes, po verës pse imbajsh, tja dëshmoj Allahut, e në para gjematit që këshu, se nuk jam shia, nuk jam rafizi. Elhamdulillah. Tash dhe lexojmë se shiat rafizit e bëjnë meshin, atë ledhatimin, atë fërkimin, e në mbej kamën hiq pa meste. Halis, e hekin çorapet, shkojnë marrin abdes, subhanallah, i kom pa edhe në xhamin tonë. Si ka ato që falen vehabista? Ka në shia, për qatë mo çuditen këto gjemteri vehabista që mendojnë se e arritën islamin e vërtet. Se 30-40 vjetë para atyne, me një një frym që erë nga Irani, do moshatar të babalarve tonë sot që janë, atër që i kanë pas, që ato 20-30 vjetë kur i kanë pas, fmi, adoleshent, i ri, mendon se 600 vjetë në bas islami gabim është mësu, i kanë qitë çorapet, ka ardhë njën të shadërvani i xhamis, e në i fërkon kamët. Aj, subhanallah. Njëtë si kuj qetri, që me që këto çorape që i blim pazar ka 50 dinar, i shifni, apo, i qesin këpucët, e në bon mes, bëjt çorapin. Pa nuk ishte ashtu beloçk. Kur di bëjsh 50 vjetë, 60 vjetë, si moshatarët e babalarve tonë sot mo që i kanë bo ka 60-70 vjetë, kitë tash janë bo Hanefi. Kitë janë bo tash sunni. E panë se nuk shkoj ka këshu. E në bindje nëse kanë bet, Allah i rujt nëse kanë bet me ato bindje, pak të në praktik veprojnë kitë mezhebin Hanefi. E panë se nuk shkon. Gjenazen dhe e falish si Hanefi, një qahin da bësh si Hanefi, a veç i qindin e në akshamin dhe e falish si Shia. Po e në tej, kitë veprimet i bëjmë si mezhebi Hanefi, veç kur vëjmë puna, tekbiret dhe i bëjë si Vehabi, po nuk shkon ashtu, beloçk, nuk shkon ashtu. Atë kitë veprimet duhet të bëjë si mezhebi jot. E mezhebi jot nuk o vetëm për namaz, duhet të më kallëzyshin e qiraja si paguhet si pas mezhebit tënë. E në dëshmitarët në një qasë i bohen si pas mezhebit tënë. Po ato nuk i di hoxha. Atër bonu Hanefi, beloçk, shpëtoj e dinin imani. Pra duhet ta shofe, pra ta besoje si hak këtë dhe Kati u tariki, ai që i ndërpret rrugët për plaçkitje, dhe lguzatu, ushtarët, u el musafiru dhe udhëtari,
wal fasiku, gjynafqari, dhe të tjerët nga besimtarët, gjithë janë të barabartë në këtë hukëm, në këtë ligj të sheriatit. Ktu e tregon parimin e mezhebit Hanefi se pavarësisht niyetin e udhëtimit, qofsh shkosh ta plaçkitish t'ja vedhish pasurinë të kujt, qoftë shkosh luftosh për Islam, këndoj vepër e mirë. Qoftë shkosh Allah i na ruaj të bësh zina, seferi të quash, të bësh zina gjë, prap mund t'i përdorish 3 ditë e 3 natë mestet, apo shkosh këndej në umre apo në haç, dhe jesh seferi mund t'i përdorish. Nëse kur hish në ihram, ato duhet dalin ajo çetër punë. Tamam. Yamsahuna 'ala al-khuffayn wa la yajuzu al-mashu 'ala ar-rijli al-'uryani. Nuk është xhaiz me bë mesh kur e përdorim me shkronjën ha, i vjen çaj ledhatimi që e bëjmë me dorën e lagur, ky mesh nuk është xhaiz mbi këmbën cullake, prap hiç pa meste. Nuk e ka fjalën se mbej çorape mundet. Ka disa lloje të çorapeve që mundet. Nëse janë shumë të trasha, edhe ato shiten me atë emër, çorap mesti, tamam. Ama këto që shiten nga vlezrit ton Rom, para pazarit aty që i qesin tezgë, me ato nuk miret mesti, tamam, mesh nuk bëhet mbi ato. Sepse thot, me i ledhatu këmbët e hapura, hiç pa meste, me bëhet meshin mbi ata, këmbë është mezhebi rafizive, la'anahumullah, wa fi hadha al-qadri kifayetun, që kaq mjafton për njeriun e mençur ta kuptojë këtë mesele. A e kuptojmë këtë mesele? Po se jemi të mençur, elhamdulillah. Pra, ato që nuk e bëjnë kanë këtë janë të mençur. Allahu dhasht mendje të shëndosht kthehen te ehli sunnet vel xhamaati. Tash vazhdojmë me meselen e 9, edhe këtë ta lexojmë edhe dhe e mbarojmë dersin. Meselja e 9 që duhet t'i besojë një musliman i ehli sunnetit është se ne besojmë se duhet me fal namazin mbas çdo lider, qoftë gjynafqar, qoftë i mirë, kjo temë ngjashme kaloj apo? Mirë po thot, cilin namaz të 2 bajramet. Pra se janë namaze bashkuese që janë bërë si tubimet mëdhaja, ajo ka simbolizu se ti e pranësh këtë lider, ti e pranësh këtë mbret, këtë khalife, këtë sultan. E zëtën e kemi vajib të falim bajramin. Namazi bajramit që është? Vajib është. Namazi gjumas? Jo, namazi gjumas. Fars. O ale qifaja, ale l'ajn. Gjike qifaja, gjike ajna, e kujtohet. Qifaja kur disa dhe e falin, e në piqerve bija jo përgjithsi. Si namazi? Gjenazis. Ama gjumaja nuk është ashtu. Çdo individ duhet ta fale. A bajramet, prap vajib, prap pa qetër ta falish, s'ka të hike. Dhe të di bajramet duhet t'i falish mbas çdo emiri, pra mbas çdo lideri, qoftë i mirë, qoftë i keq. Sot më nuk është ai sistem. Allahu Taala na bof nasib prap ta jetojmë atë, por sot imamët e xhamiave i kemi, mas aty ne shkojmë me falim bajramin. Tu ta shtregon pse i kanë thënë Eid, sepse Allahu Taala aty na kthen shumë të mira, apo se ne kthehemi në shtëpi mbas namazit shumë të gëzuar, shumë të lumtur. Tamam. Pi audit ven. Kthehesh i lumtur. Se mbaj mend. Unë se mbaj mend të gjëmë. Po e di. Mirë. E tash ki komentues, që ishte myfti i perandorisë Osmane, kohën e Sultan Abdul Hamidit, thot, namazi i bajramit edhe namazi i gjumas. Namazi i bajramit është vajib, namazi i gjumas është fars. Po nëse ndodh që të dyja të vinë ditën e njëjtë, ta shpejt ndodhi bla, si mjeta vjet ndodhi, sabah ishte bajram, edhe ditë e gjuma. Sabah e falim namazin e bajramit, pastaj u diskutu a duhet ta falim gjuman. Thot mezhebi jon, thot se pa qetër e kemi t'i falim të dyjat. Mirë po ta dim se çka e tu fal. E ti kur falish diçka duhet ta di çka e tu bo.
a është sunet, a është fars, a është vajib, që më të ndodhe si ai pastaj ta fali unë të më gjindet, nuk ka të më gjindet, tamam. Duhet ta di shka e tu fal. E në atë namazin e drekës së fundit që e falim bas gjumas, e në atë duhet ta dim se shka e mi tu fal. Nuk e falim ave të më gjindet që ataj, helbete nuk ma bo kabul, nuk ajo me helbete. Aty ka një parim tjetër, se ma hyni në dyshim një ibadet. Kur hyni në dyshim, atër të dijat duhet me i bo. Ama nuk me atë njet, nuk me atë qasje si ai, të mrejnë që ataj një ditë resesh dhe te për rezerve. Jo me atë njet. Neve me gjithmen të falim edhe njerë drekën e fundit 4 reqat. Po si e falim atë, si 4 reqat syneti i pari drekës. Pra reqatin e 3 e 4, mas elhamit, lexojmë diçka. Helbete. Në rajatin. Jo ashtu, po fiks që ashtu duhet me fal. Yani duhet ta dish se çka je tu bë. E tash thot, nëse bashkohet xhumaja me bajramin ditën e njëjtë, si pas mezhebit ton Hanefi, pa qetër të dyjat me i fal, se ashtu kalon te kitabi El Hidaye, duke transmetu nga Xhamiu Sagiri i Imam Muhammedit, rahimehullahu ta'ala, thot, 2 bajrame nëse bashkohen në të njëjtën ditë. Si të bashkohen 2 bajrame të njëjtën ditë? 3 muaj kanë dallim, apo? Ramazan bajrami e në Kurban bajrami. Po xhumaja është bajram, apo? Xhumaja është bajrami muslimanëve. E tash u bashkuan 2 namaze të bajramit. Njëri namazi i bajramit sabah, tjetri namazi i bajramit i xhumas. Neve nuk kemi mësuar kështu të themi, namazi i bajramit të xhumas. Nëse namazi i xhumas. E kuptojmë. Të dijat u bashkuan në ditën e njëjtë. Atëre para bëhet synet. Kush e thot kët? Kitabi themelor elementari me mezhebit Hanefi. Si e kish emrin? Si e kish emrin libri? El Hidaye, tamam, këto di mbaj mend inshallah. Këto di mbaj mend. Këto ka hoxhallaxhi e lexojnë atë libër. Do me thanë në Hidaye kaloj ka këta dima, po kur të flasim nesër. Kur të vaj prap, mund vaj prap. Namazi i parë bëhet sunnet, pra namazi i bajramit, ajo në sabah. Ndërsa e dyta bëhet fars, pra namazi në gjumas. Mirë po, nuk duhet lanë asnjënën prej atyre në asnjë mënyrë. Ani se tash i tham sunnet nuk do të thotë se mundesh mos e falish bajramin, jo. Kështu beson mezhebi Hanefi. Dhe pastaj i përmend edhe shartet e namazit të bajramit, se është njëjtë si xhumaja, mirë po te xhumaja është shart edhe hutbeja, fars themi hutbeja, a te namazi bajramit është sunnet hutbeja. Te i xhumas një dallim është vetëm. Hutbeja ka më shumë vlerë në xhuma sesa në namazin e bajramit. Pra një ehli sunnet duhet ta pranoj, ta shoh si hak me fal namazin e 2 bajrameve, apo edhe namazin e xhumas mbas çdo sultani. Ai sultan qoftë i mirë apo i keq. Wa la yajuzu al khuruj alayhi, nuk e ka xhais një musliman që është ehli sunnet të rebelizohet, të dale kundër sultanit apo mbretit. Bisefi me shpata, wala bil isyani lehu, as duke i bë krye ngritje. Fejn adele, nëse bëhet i mirë sultani, bëhet i drejt, bëhet musliman i mirë, nuk ja ha hakun milletit, shpërblimin e ka për veti, nëse bëhet zullumqar, ndëshkimin, përgjithësinë e ka në supet e veta, hesapin do t'ja hape, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe këtu thot, sultani nëse bëhet i mirë, adil, dhe sqaron fjala adil, çka do thot. A ne i kemi këtu emra apo adil, adili. E ne më pa janë gjesim dili. E po nëse janë gjesi dili ati, pastaj neve e hupim këtë motiv për me i përdor këto emra, e në unë se ne marë guzimin gjallit jave emrin adil. Ama kemi edhe mbi emra apo adili. Ta shojmë shka qenë ka. El adale do thot e tesfije bejnë shakhsin, t'jesh i barabart mes 2 njerëzve. 2 fëmijë i ke, të dytë në mënyrë të barabart t'i trajtojsh. Nuk këtë madhin
eksperimente ke bo, e në ma pa të voglin e laznysh ma tepër. Apo të madhin e ke lazru ma tepër, e ke pas e nuk shkon ashtu, ma pa këtë voglin e shkeli shumë. Duhet jesh i barabart për të ditë, që të quesh adil, i drejt. Që me gjyku. Dhe mos të krefe zemra në njënën anë. Dhe të jesh i barabart edhe mes gina, mes pasuris, gani, mes njeriut të pasur, wel fakir, edhe mes njeriut fukara. Pra i ke dy shok. Njani e dish sa e ka rrogën dhe e shoj çfarë veture vozit, ky qetri s'ka hiç veture në hala pa punë. Njëjtë duhet t'i kesh to në zemër. Dilni piçe këtij mezhlisi për jashtë. E në ndoshta disa mezhlise tjera. Si trajtojnë njerëzit për jashtë? Si trajtojnë njerëzit për jashtë? Ja. Tu kisha siguru në njerëzve, janë 1500 euro rrogë, e në do borgjet va fshi, e në do qirajat va paguj, e në do burse t'u siguroj, vallaj do kisha, e në ma shumë gjemat, e në ma shumë talebe, që të vishin kinse, studiojnë fen, hoxha besim si më kam su, ama mapa, unë e dej që isha ato, unë e ku të du se, unë u bona zoti atyne, se i mbaj me pare. Hoxha i vërtet, elhamdulillah, që Allah i në dhatë gudzim, heq më i vlerësojmë këtë punë, besish me 2-3 talebe, që du në bojnë hoxhalar, në vërtet kështë. Shumë të rrallë janë mapa këta. E në ti mapa, i bëjmë do vite, e në te e bëjsh atë karierë si hoq, e në i qetri karierë si hoq, e në flet për dinin e Allahut, aq bukur për pejgamberin, për hakin e nanës, për atë për këtë, a e dish se, hajde, ti vetë me kushtet tuja, maksimum që i kishe, studiove, a i e boni, a i nuk ju mbështet Allahut, ju mbështet shoqatave, une jeqa pa buk ndoshta vikende, për ti mbledh paret në qosh, të blej liber, ati kitë fakulteti që ka shku të studioja agja, për që shoqata ka thonë, kur dhe sosish, hinë qatë bibliotek, gjitë du është merë, ne dhe ta pagujmë. Po ku ishin këto shoqata, unë kur i kisha 18-19 vjetë. Elhamdulillah, për Allahu bona hoqë. Për qatë kemi, për qatë ka hoxalar Hanefi, o loqka. E në ato që s'janë vehabi, mos i mendojni me njerë Hanefi. Tamam. Hanefi, pak është problem të bëhesh këtë vakët Hanefi. Hanefi do të thotë vozit ish vetur të lirë. Hanefi do të thotë ki është probleme në shpi. Hanefi do të thotë ki është probleme me otbora. Hanefi do të thotë ki është problem muhal. Hanefi do të thotë së ngjesh talebe sa duhet. Hanefi do të thotë duhet kaq të pjasë zemra. Pse be këta njerëz paren e duan më shumë se Ebu Hanifja? Shumë trall janë hoxhallar që duan të bëhen hoxhallar si Ebu Hanifja. Sot ka dale pak. Hoxho ki joni, si be joni? Se nuk është ka Real Madridi, nuk do të thotë se u bë ka Barcelona, ku e dish është ka Levante janë në vijat ki, ote, ka dale. Kërkun nuk o me taj. A se shojmë ashtu, që ashtu është. Mezheb Hanefi. Mezheb Hanefi. Si ta bon ma pa i tjetëri. Hanefi e në pa mjekër, ha? A ka drejt? Ka drejt. Ka drejt. Që ashtu është. Hanefi pa mjekër s'ka. Ama hoxhësi s'ka. Nese, ka. Ama për të konë halis Hanefi duhet kjesh mjekër. Pse mjekrën valanve të qerve? Apo më të prishish asaj shoqatës që aty ke hy, ke studiu, ke shku në kurse, pas të i shpresush për aty do vje dhe një burs, ma pa në dhe punësosh imam xhamie, e në për këtaj shoqate dhe marish diçka, e në dëshkysh në të simpoziume sent, e aty i shojsh kit me kravatën e pa mjekra, e lexove me sebi Hanefi thot mjekër, shef së në bojsh robi Allahit. Pse? U lidhe me një shoqat, u lidhe me dhe një, na dul një hosh, ma kallxut, apo? Ma preki zemrën, mornecat në hava. Shqyre, a i hoxha potencoj ka shumë këto tema me sebi Hanefisën të lamdullet. E ne renovoj ka në gjamin e vetë, në gurbet që në kamenive. Tha, ne me gjersën tonë dhe e bëjmë gjamojën. Nuk du mas shoqata pi Arabia, as shoqata Turqis, as shoqata taskujt. Vetë ne dhe e bëjmë. Qashtu u desh ne cilemi për fenë islame be gjema. Nuk kishim nevoj për as njonin të në ndejfe.
Momentin ku e lam qafën të dëkush tjetër, fani shpreje, zinxhirin në mbajnë ato. E në mezhebin Hanefi dëkush ta prish, këndej e në mezheb Hanefi e në së ne bëjsh. Së ne bëjsh o loqk. Për ati që marish rogë, pare, e ndajsh vitin i obligum, modalisht një hap para ati. E nej nëse s'ka tërlek, e në tesën dë mbajsh tërlek. Ka një medrese këtu. Pi Turqie janë edhe ato. Tamam. Respekt, ku e di ju? A jonë të mejrë, as jonë të mejrë, unë nuk e di. Veç e di se lexojnë qitapet mejrë, unë qatë mund të va garantoj. Ama në detaje, gji nuk kemi nevoj pi Turqie të vjetë dhe kur të në mësoj fen këtu. Hele me mustaqe, hiq ma hiq. E në vind do gjem 3 shqiptar, pi Shqipni e ishin, Hoxho Samir, tive shifene me Seb Hanefi, ene me shalrejsh, ene me mjekër. Unë thot, një dit e lishova pak mjekërën, muraj, pa profesora, pa legji u thujnë hoxalar vetë, tha, me njerë ta hekësh mjekërën. Kjo nuk o medrese me Sebit Hanefi. Sa dush t'i lezot tekstet librit me Sebit Hanefi, aty ku qojë studenti me zor t'i bjere mjekërës me zhilet, nuk është me Sebi Hanefi në praktik. Vetëm këtu. E vetëm këtu atër filozofi, vetëm këtu. Ama në praktik nuk hinë mapa. Bereqet nuk ka. A ka dalë dhe një hosh për asaj? Të tekstil në agjen basa, ka një objekt. Për qatë e kom fjallën. A ka dalë dhe një hosh, e sa vite jonë aty? Jo, s'ka bereqet. S'ka bereqet. Të ti thuish, gudzësht të mdukesh si pejgamberi këto. Qëfar dalim i pat atër për shkollave qera laike? E në ato në thuishin hiqe këtë mjekër. Nese. E kisha gajle se janë temat shkurta me selja e 8 dhe 9, apo? Ama shifa Allah u dha bereqet, u qel një tem, u bo një ders. U bo një ders që ndoshta me shumë veta, unë tash mund pak e në prejshem, a për mu e pa, vallaj unë nuk e di ku është i lidhet për kujt me rrok. Veç e di se si funksionon situata, si funksionon këto punë të fes. Për qatë, se cilin që e shohish aty, mund të duket shumë emocional, po se atë muj kalujt puna. E ne për vullnetit madh, për qefit madh, flet me busqeshje, nana, baba, gruja, silu mirë. Te hoxha besin të gratë nuk në ngjojnë, kitë problemet unë i përmendi. Pse? E jetojmë qatë realitet e jetojmë. Mirë. Do me thanë, a dil qenë ka njeri i drejt, me ka një barabart. Ti trajtojë njët njerëzit. Qoftë fëmija i parë, qoftë fëmija i dytë. Qoftë ki i pasur, qoftë ki fukara, qoftë musliman, qoftë jo musliman, subhanallah, hajde tash. Si be hoxha, hajde tash. Ama jo musliman, dhimi, aj që jeton bashk me ty. Dhimi ka një status tjetër, një jo musliman që jeton në shtetin e islamit dhe i pranon ligjet në atë shtet. Dhimi. Sot nuk është këshu, mirë po, prape kje kujshijat. Themi jeti shef me një firmë, i kje di punëtor ndër. Njëni musliman, qetri jo musliman. Një duhet vapish rogën, o lëçk. Ditët e lira, një duhet vajapish. Këti nëse djapish gjumon të lirë, dale gjumon, ati djalash ditën e dilë. Zetën të lirë e ka në dilën, po hajtë. Fjala vjen, e në ati djalash një orë ditën e gjumon, ta kjetë pa usë, nuk këtë ta lodhish ma shumë se ki qetri. Fiks duhet jenë në trajtim e në vlerësim. Sepse thot kizimia e pranon shtetin dhe respekton ligjin, apo? Prandaj e kije lazim, pra lazim e kije një ti trajtojsh këto. Dhe tregohet me që këtë rast edhe do të ambarim desi. Ebu Jusufi, rahimehullahu ta'ala, nxënësi Ebu Hanifes, rahimehullahu ta'ala, ishte qadi prokuror, gjykatës, si i thujnë, ai që dë vendose për diçka. Ki dë hije në burg, ki qetri ka të drejt, duhet t'ja paguje borxhin këti. Po. Me vite të tëra gjykoj me drejtësi, tamam si thoshte Allahu Ta'ala, fi idha hakemtum bejnë nas, en tahkemu bil adl. Inshallah nuk ka dhe një gabim në hareke, dhe në hareke s'ka zaten po në shkronja, se shumë gabime dalin në këtë libër. Ashtu si thotë Allahu, kur të gjykoni mes njerëzve, keni kujdes të gjykoni me adel, me drejtësi. Dhe një dit nga ditët, erdhi një muhakeme, pra një çështje te kadiju,
u ngrit një gjykat të ai. Mes një muslimani dhe mes një dhimiu. Çka qenë ka dhimi? Një jo musliman, një krishter apo jahudi që jeton në shtetin e islamit. Dhe kur i pa të dy aty, tash ngrihet kauza, si themi, ky do fole i pari, ai qetri i dyti. Para se me ndodh kjo, zemra e Ebu Jusufit anoi as sikur, nuk se me të njofshëm e nepse o fajtor. Hala pa e dit meselën çka, inshallah muslimani del hakli. I lakoj zemra i anoj, musliman. Kur pastaj doli se haku ishte kana jo muslimanit dhe ashtu gjykoj, tamam, ja dha hakin jo muslimanit. Themi, ky i ka marrë borç, ati s'ja ka kthy, ky i qiti dokumentet që notar ku ka nënshkruajtur se të ma ktheje borxhin, muslimani, thotë inshallah do t'i thkin, nuk mi kthen. Sot qashtu është i pan notar, mohinin ato punë as me vlla, as me bab, as me miq, se vakti është i vështirë. Mapa nuk duhen edhe një pjot, tër një pjot bile, ta vazhdoj atë idhnim me gjalin e migjës, ama i brezit tret mo. Hala ka idhnime. Pse? Për një borç. Për një borç. Muslimani sot s'merr vesh me fjalë, usos puna do ta paguaj. Jo, duhet t'ja kallëzosh. Një shtetit i friget ma shumë se Allahut. Tamam? Me inshallah, mashallah nuk shkon këtë punë. Drejt notar do shkosh. Dhe ky del hakli zimiu. Tamam, ja jep hakun, themi, i thot i kje borç 5.000 euro, duhet t'ja kthesh dhe ja kthen. Usos puna. Shkon në shtëpi, imam Ebu Jusufi. E vret ndërgjegja. Pse anova me zemër ki dale hakli. Ajo është një pozit që duhet unë t'jemi barabart për të dytë. Kadi Ebu Jusufi është kjo rahimahullahu ta'ala. Gjdo dit e ka ngër vetën për atë punë, pse e bon atë, sa që, kur i vjen më koha e fundit, kur bie në shtratin e vdekjes imam Ebu Jusufi, fillon të qaje. E një tregohet edhe një mesele qetër me talebet e ka folë, është të vdek, meselin e trashëgimis, një mesele të fikut, e ka folë me talebet, ama mo frymët e fundit imam Ebu Jusufi. Po kur lirohet ma komplet, dhe mbetet i vetëm, ndoshta me ato të më të afërmit e vetë, fillon një qajt me të madhe. E pyesin, o imam i dashur, pse qajt, shka ndodhi? Thot njëherë, që shumë lakoj zemra, kur erdhen dy veta, njëni musliman, njëni jo musliman, zemra ime pa dashje, sa inshallah ky del, që edin mos i bëjde një zarar muslimanit. Për atë jam të uqajtë se cidi jap hesab Allahut në botën tjetër, Allah më bëni kadi, unë e udesh jemi barabart mes të dyve. Prandaj thot, s'kam dë një kusur tjetër, Allafi ma thot kjo me thonë, s'kam dë një gjynaf tjetër, s'kam bo përveç që kësaj, po nuk e di, Zoti atë ma fale, e në ingre durë thot, ja Rabbi, la tu akhidhni li mejli hadha minel hudhurat. Ja Rabbi, mos më ndëshko mua, për shkak të qasaj që më lakoj zemra në këtë gabim të madh. Ja çka e qunë gabim të madh. Pse ka dasht me zemër, jo që me të vërtet e boni një zullum. Ka dasht me zemër, inshallah ki del hakli, në realitet ishte hakli ky qetri. Që kjo është mezhebi Hanefi? Që kjo është mezhebi Hanefi? Tamam? Mund tjetë talebe i dëkujt qetër. Mund tjetë medrese dëkujt qetër kasos. Ama, kitë njët duhet të trajtohen, ja pa. Ki nuk o i joni, sot s'ka mezheb Hanefi o loqka. Ki nuk o i joni drejtohet. E në Turqi është ashtu mentaliteti njët, ka medreset lojshme, kete shojnë vetëm ato janë feja islame. Ajo qetra jo. E në, me pas dhe një fuqi që këshu, me njerë, me të njofshëm, krefka i veti. Farë muslimani ti këshu. Farë muslimani ti këshu. Nëse je i kurseve tona, i shoqatave tona, kemi në aty do profesor, dhe t'i japim pyetjet e testit e provimit. Pra t'jesh i para përgatitur që t'i kalush ma kolej provimet. Ja musliman, ja Hanefia. Këtë e bon me vitet të tëra do kolegje këtu, o gjema, në mën të islamit. Që kjo ishte. Dërsa, nëse është zullumqar, si tham,
përgjegjësinë e ka vetë sultani, bi kulli hal, ti nuk je përgjegjësi aty, ai Allahu Teala do t'ja jape hesabin. Në asnjë mënyrë nuk ke të drejtë të dalish nga itaati, pra nga respekti i mbretit i sultanit, se përndryshe thot lien në men asa sultane, kush e kundërshton mbretin sultanin, welem yuti'hu, që nuk i bën itaat, fehuë kharijiyun, ai bëhet khariji, pra del nga ehli sunneti. Dhe bagin quhet rebel, dhe nëse vdes në këtë gjendje, nuk i falet as namazi i xhenazes, as nuk i lahet xhenazja, pra nuk i jepet gusull xhenazes, si ndëshkim i madh dhe të bëhet mësim për qerët, ta shohin se çfarë dënimi i madh dhe çfarë gabimi i madh është me i bë muhalefet sultanit, sepse Allahu Teala ka thënë: "Eti'u Allahe wa ati'u rasule wa ulil emri minkum." Binduni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe ulil emri minkum, dhe atyre që thoni hecin rrugët, pra udhëhecit tuaj. Sigurisht që bëhet fjalë për sistemin e sheriatit, tamam. Atëherë nuk u desh bëhen kryengritjet, atëherë u bën kryengritjet dhe neve tash e jetojmë që këtë sistem që jetojmë. Allahu Teala mos na largof nga vija e ehli sunnetit, nga akidja e ehli sunnetit, ti kemi të qarta këto mesele, meselja 8 dhe 9. Një ishte meste me përdor, është xhaiz, dhe 9 ishte namazin e bajramit dhe të xhumas me fal me sultanin, qoftë i mirë apo i keq, mjafton të jetë musliman. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.